Pse ka tagari? Për sa i duhet thotë që sa të vim neve do t'ju mysim? Për sa i duhet thotë që sa të vim neve do t'ju morim pasuritë? Kush janë këta? Nga kush e kanë këtë mandat këta? Ky është ai protokolli ose tani është shtyt manual i revolucioneve. Gjithë njerëzit e frustruar prodhojnë revolucion. Kur është diskutuar teorikisht apo edhe kështu në kuptimin social për komunizmin, kemi qenë një grup e mbaj mend nga vendi ish komuniste diku nga vitin 95-96, të gjithë jepnin shpjegime të ndryshme, por shpjegimi që më ngjiti më tepër është që komunizmi në vetvete ishte një lloj kainizmi. Për ata që nuk e dinë. Po, Kaini vrau birin. Kaini dhe Abeli ishin dy djemt e Adamit. Dhe njëri u mor me bektori, njëri me bujqësi. Kur e ndau mirënjohjen Adami, ja u ndau barabar. Kaini tha unë kam punuar më shumë dhe vajti vrau vllajën e vet Abelin. Sepse nuk ishte dakord me atë mënyrë ndarje dhe me gjërat e veta. Pra, revolucioni në thelb është kainizëm, është të vrasësh vllajën sepse ai është i përmbushur, ti je i papërmbushur. Ai ka marr mirënjohje, ti s'ke marr mirënjohje. Dhe ai sheshi aty, dhe ai kuvendi që bën, mua më kujton një terapi kolektive, ku të gjithë qisin dufin, ekzorcojnë të keqen e tyre dhe mendojnë që të çlirohen. Për atë, Eduard Rokasle ta përdorin dhe ta marrin sheshin sa po. Po, inshallah çlirohen. Por për atë qëllim, për atë. Pra qëllimi do të thonë inshallah është terapi psikologjike, le dalin, le të rrinë edhe 6 muaj, çlirohen psikologjikisht. Që bën një gjë të tmerrshme, që prishën diçka që kishte shanse ta përthynte politikën fort, e shkatruan atë shans. Me dominimin e gjuhës urrëties, me dominimin e gjuhës vulgare, me dominimin e kulturës përjashtimit. Ja kam thënë për debata dhe miqve të mi që janë të kultura përjashtimit, si? Ne do bëjmë këtë, këtu s'kam vend as për demokrat as për socialist. M'fal, po ka Shqipëria demokrat. Po jo s'ka as për gazetar, as për gjë, as për një përjashtim, gjithë ne do e marrim, po merren valla. Merre. A kemi ndere me e morën unë këtë kam thonë gjatë gjithë kohës, fal. A keni ndere? Shkoni valla, hyni me dhunë në kryeministri, në parlament, merrni, boni se kjo gru shteti, pastaj bëheni grush në shtetit. Inshallah vendosni rretën dhe ligj edhe do të bindemi. Mungesa dhe një vetdije, domethënë mjerane e nivelit që ne nuk bëjmë politik, nuk duam politikan, fal. Po i kujtoj një gjë nga historia. Në gusht të 12-s, nga që elita shqiptare vendosin janar 12-s, deputetët që ishin në Parlamentin Osman që të fillonin përgatitet për ta shkëputur Shqipërinë nga Perandoria Osmane, Hasan Prishtina nxiti popullin, trupat, njerëzit angazhuar në zonën e Kosovës dhe zbritën dhe morën Shkupin. E morën Shkupin në gusht. E mbajtën Shkupin 1 muaj. E qeren Vlora në kujtimet e veta thot, vun rregull, vun disiplinë, vun një gjë, pastaj mas 1 muaj ku vajtën? Çfarë bën?